ju lutem, keni një fushat tjetër. Qa ndodh me te? Fushata e ti, le ta quajmë fushata e batutës. Sa i ka një kulturë të reduktur, e tëra i vjen nga realizmi socialist, dhe përdor batuta nga ato filmat asaj kohe. Por problemi është këtu. Çfarë fshihet pas batutave të tij? Në gjomni miq. Edi Rama ngjasora me atë hajdutin që vjen dhe të bën me qesh ndërkohë ka fut dorën të ka marrë kuletën. Absolutisht. Mos harroni se prapa çdo batutë të tij fshihet një akt vjedhje. Ti vërtet buzëqesh kur ai thot se zhapit, hardhucat, këto, ato me radhë, buzëqesh. Po ai nuk buzëqesh, ai fut dorën në xhep, ai vjedh dhe vetëm vjedh. Po nuk është batuta ajo që krijon vendet e punës. Jo, përkundazi, batuta përdoret për të mohuar, për të maskuar mungesën e vendeve të punës. Nuk është batuta që punëson të rit, përkundazi, ajo përdoret për të maskuar largimin e të rive nga Shqipëria. Nuk është batuta ajo që i ndihmon pensionistët, i ndihmon njerëzit në nevojë. Përkundazi, ajo përdoret për të fshehur gjendjen e mirë në të cilën i ka vendosur. Ndaj dhe do të lutasha shumë qytetarëve të Boshit dhe të Mbar Shqipërisë që kur dëgjojnë batutat e tij të kontrollojnë xhepat se diçka ju ka vjedh në një mënyrë ose një tjetër. Pasi përpiqet me çdo kusht të shloj fushatën e tij në një parodi, të themi, në një parodi, pastaj bën viktimën, thot. Ke pa, thot, me shajnë kështu, në thonë u the për fëmijë, këto the ato. Po atëherë çfarë ti themi? Një minutë, jo ti them. Atëherë zotëri, në qoftë se fton ti me ekran televiziv fëmijët, ose jo fëmijët, por në qoftë se bën thirrje, cili do, pa ma publik në ekran televiziv që shikoni videot e nudove të mia, atëherë njofto, në qoftë se s'don të akuzohesh, njofto televizionet vën pullë në kuqe. Kur del ti, thoni veni pullë në kuqe se unë kam të fjalor. Po, bravo, një përqafoj. Shumë. Kështu që kjo është ajo fushata e ti parodi dhe që tani në gjori, se shumë interesante, s'kisha në gjuhë kur njeri. Tani thot, lavdi hajdutëve të mi. Kanë vjedh, jam krenar, bravo, ja, lavdi hajdutëve të mi. Me Sajmir Tahirin, me Krifsen, me Lubin, me Elion Velin, me gjitha, se këta janë bë një tabor. Këta janë bë një tabor. Këta janë bë një tabor, dhe tani krenari. Po që të gjithë këta, mos zotë, ja u them unë ju, këta kanë vjedh, sepse ai vjedh nga mbjezindar. Ta dini një gjë, që po vodhi ministri, kur s'mund të vjedh pa e kap kryeministri. Kryeministri ka atë detyrë të mbikëqyr funksionimin e qeverisë. Po ata kanë vjedh, sepse vjedh të ky. Shembull, djegësi i Tiranës nuk ekziston. Nuk ekziston. Lubi Balluku, me ligj, me kontrat, ka patur detyrim dhe ka patur një drejtori për të mbikëqyr punimet e djegësit Tiranës, për të raportuar çdo muaj situacionet e ndërtimit të tij. Asnjë raport, asnjë situacion, asnjë vit, as 3 vite, as 5 vite, as 6 vite. Pse? Sepse ajo e dinte që parat i mirte Xhagaj, i mirte Edi Rama, se dinte një film i vjetër indian. Po.
i mirë të Borreci 2 metra i gjatë, edhe ajo s'kel të gojnë, ajo s'tonte nuk bënte raportet, dhe kështu që mas 6 viteve, aty nuk ka një tull, 130 milion euro taksa tuaj, aty janë zhdukur. Po kështu, 120 milion euro beketi, po kështu, 100 milion euro check-upi i Vilmanushit, po kështu, a i thot se, a i përpiqet këto t'i kaloj me batuta, të smurt vdesin në spital për ilaçe, a i këput një batut, e kalon me një batut. E gjitha kjo është përpjekja një njeriu të marrë fund, që përpiqet të mbijetoj me çdo kush, me një propagandë vulgare, në cilën e vërteta është që i fyen shqiptarët. E vërteta është që me atë propagandë a i fyen qytetarët shqiptarë. Se a i merr ata sikur këta vërtet e hanë sapunin për djath, sikur këta do mund t'i mashtroj me ato që thot, në një kohë kur ju ka përzën nga shtëpit, po thuaj se një në 2 familje gjysmën e familjes. I ka përzën jashtë, për varfri, për munges pune, për pasiguri e të tjerë. Ndaj dhe kjo fushat është vendimtare, të ndahemi nga kjo e keqe. Unë e thash dhe një marë, as kush më shumë se banorët e bregut nuk kanë ditur t'i qëndrojnë fuqishëm të keqes. Dhe unë kam besim se borshi, unë kam besim se borshi dhe gjithë bregu dhe gjithë Shqipëria me 11 maj do votojnë për atë projekt i cili paraqet një mundësi të re për çdo shqiptar. Për çdo të ri që të ndërtojë ëndër në Shqipëri, për çdo pensionist të jetojë me dignitet, për çdo fermer të ketë sukses në fermën e tij, për çdo biznes të zgjerojë biznesin e tij, pra për Shqipërinë në tërësi të ngrihet lartësinë e potencialeve të saj të një Shqipërie madhështore. Ju falenderoj